Le ta themi pa filtra. Shumë shqiptarë martohen për hatër të familjes dhe rrinë bashkë për hatër të fëmijëve. Por a është e vërtet kjo sakrificë apo thjesht frikë e paketuar si moral? Si psikologe shoh shpesh këtë realitet. Dy prindër në një shtëpi, pa komunikim, pa afërsi, pa respekt emocional. Dhe fëmijët këtë ndjejnë gjithmonë. Ne themi po rri për fëmijët, por fëmijët rriten duke u përfshirë në heshtje, në tension, në durim të detyruar dhe mësojnë se martesa është një burg, jo partneritet. Tani pyetja që nuk na pëlqen të bëjmë është apo i mbrojmë fëmijët apo po mbrojmë veten nga gjykimi i shoqërisë. Sepse fëmijët nuk kanë nevojë për prindër që vetëm qëndrojnë bashkë, por kanë nevojë për modele të shëndetshme emocionale. A është e shëndetshme të rrisësh me dy prindër të palumtur në një shtëpi, apo me prindër të ndeshëm emocionalisht dhe nëse ata e kanë thyer normën? E vërteta shpesh na dhëmb, por heshtja dëmton më shumë.